fundin shkeljet e Kushtetutës. Kushtetuta është e hekurt, pra unë do të përsëris disa për kolegët këtu, disa për atyre gjërave që thamë. Është e hekurt, nuk lejon hapësirë më pak se 7 ditë nga momenti i sotëm që është marrë vendimi për procedurën e përshpejtuar, që të fillojë shqyrtimi i saj. Pra nuk ekziston asnjë rretham, po dhe kur ekziston rretham, përsëri Kushtetuta nuk e njeh. Një kjo. Pra kjo është shkelja e parë e Kushtetutës. Dhe për këtë po ftoheni ju që të veproni. Shkeni Kushtetutën. E dyta, që është dhe më e rëndësishme, po janë të lidhura me njëra tjetrën. Rregulloria e Kuvendit në 117 duke detyruar ndjekjen e të njëjtës procedurë për shqyrtimin e ligjeve, na detyron këtë Kuvend dhe të parin ju që të ndiqni të gjithë procedurën mbi të gjitha një nga elementet thelbësor të shqyrtimit, që është debati publik në seancë. Se çfarë do të debatojnë në mënyrë individuale të gjithë deputetët është çështje tjetër, por është e drejtë e tyre dhe është element thelbësor që ne duhet bëjmë debat. Dhe kjo është shkelja tjetër e dytë edhe më e rëndë që bëhet në këtë çështje. Në qoftë se do të nxirrni këtu precedent të paligjshëm dhe antikushtetues, vlen 0. Por për ta përmbyllur do të them do të thras edhe diçka në kujtesën e publikut, atë që ju thamë dhe në mbledhje. Në rregulloria e Kuvendit është një nga aktet legjislative të këtij Kuvendi, rregullon punën tonë, rregullon hapësirat tona të përbashkëta, çfarë është e opozitës që duhet jetë pa diskutueshme, çfarë keni ndërmend bëni ju e tjerë me radhë. Dhe këtë e bën duke e përcaktuar Kushtetuta që rregulloria është një ligj që ka shumicë, është një akt që ka shumicë të cilësuar, është me shumicë absolute. Është më e rëndësishme se shumica e ligjeve që do miratojmë në këtë legjislaturë. Tani po ju kujtoj diçka. Me kërkesë të komisionerit për zgjerimin, në vitin 2013 është ndërprerë fushata zgjedhore për të miratuar rregulloren me konsensus, edhe pse 71 mandate kishte Partia Demokratike, vetëm që të garantohesh për hir të funksionimit demokratik të Kuvendi, konsensusi dhe ecja në përputhje me atë që është fryma që kërkojnë gjithë. Që ky parlament rregullat bazë t'i ketë me konsensus. Ka kërkuar fjalën në procedurë deputeti Sali Berisha.